E pas që shkur ke mikin në shtëpi, tendën po mundoshim të heqim që këtu, e do mundohet vera të heqet tendën tani. He me i ve. Shife tani. Ha? O vea, po pse nuk bërë dhe zemë. Hello, përshëndetje dhe mirë se vini një tjetër video time. Sot është ditë e diel që ka qenë e shtunë. Jemi marrë me punë, jemi marrë me pastrime. Unë më është infektuar një rrënjë dhëmballën që dallohet që këtu dhe është fryrë. Mora 111 në telefon. Lash takim te një nga këto dentistët që është shtunë diel, sepse dentisti im nuk ishte këtë. Zakonisht një shtunë në muaj e kanë dentistët. Dentisti im nuk e kishte. Edhe shkuava atje, më thanë që rënja ka infekcion, se dhëmballa duket okej nga lartë, edhe më dha antibiotik. Pastaj do shikojmë me dentistin tim se çfarë do bëjmë, nëse vazhdojmë procedurën këtu në Angli, apo presim ku të ikim në Shqipëri. Vallai në Shqipëri unë kam pas një dentist shumë të mirë, apo u futëm direkt në temë. Pas një dentist shumë të mirë, po ai ka qenë i madh në moshë kur unë isha në gjimnaz, kështu që tani që ka kaluar goxha kohë, e kuptoj, domethënë nuk punon më ai, e vazhdon klinikën, e ka në emrin e vet, e ka njerëz të punësuar. Mario ka qenë dhe nuk i ka pëlqyer puna, që kur janë marrë këta, domethënë ka një 7-8 vjet që ai s'punon më pothuajse. Edhe domethënë ka bërë mbushje dhe sa vjen këtu në Angli bie mbushja. Ka vënë kllof dhe sa vjen këtu i bie kllofi dhe ka provuar, për shembull në një dhëmballë që ka Mario ka provuar mbi 4-5 dentista dhe është e njëjta situatë. Edhe unë me këtë tipin që kam pasur në Shqipëri jam shumë e kënaqur. Mirë po tani që më ka rënë halli, sepse për të pastrim kam shkuar dhe kam shkuar te njëri në lagjë mundësisht. Edhe që nuk bëri as edhe një lloj diferencë, thjesht pastrim domethënë. Edhe kështu që do shikojmë si do shkoj procedura, sa lek do bëj, sa lek do bëj, a do e bëj këtu apo jo. Njerë ideja është që mora ato antibiotikun që të bjerë inflamacioni. Edhe pastaj tu si tu du. Nëse ne vemi bërë gati, unë u zgjova në mëngjes, u lava, ose më saktë u zgjova në mëngjes, bëra flokët me vaj, pastruam gjithë shtëpinë, jo pastruam, sistemuam, se pastrimin e bëm dje me thënë drejtëm kështu me themel, edhe sistemuam një fshes me korrent, 1-2-3 gjëra nuk quhen pastrim. Edhe kjo ishte dita deri tani është ora 12:20, ne do bëjmë gati dhe do shkojmë. Mario do shkojë në tenis me Biancën, ndërsa unë me djalën dua thjesht të dal xhiro, shëtitje. E mira është të rinim në shtëpi, mirë po nga ana tjetër, po ndonjë në shtëpi do editoj videon një edhe kaq. Jo kaq, se kam për të gatuar, kam për të bërë ca qofte, kam marrë mish të grirë, kështu që do bëj qofte pastaj kur të kthehemi. Dhe nuk do bëj qofte vetëm tani, po do bëj qofte për një periudhë të gjatë kohë dhe ta vën në ngrirje. Kështu që kemi plot gjëra për të bërë. Dalim xhiro një herë shohim, kam shumë dëshirë të shkoj në për charity shop të shoh mos gjej ndonjë gjë të lezetshme që të mund ta rishes në Vinted. Edhe gjëra të tilla. Tani nga marr batanien edhe muslin cloth për Evanin që ti ke. Shishen me ujë, ndresa, edhe bë flokët. I mbaj unë kështu të përdredhura dhe pastaj kur i lëshoj duken lezetshëm ato. Kështu puna. Fillimisht do shkojmë te Asda sepse kam bërë ca ulje. Pas kanë dalë këto. Më mirë vërdallisem në për dyqane se sa shkoj pi kafe. Kështu që këtë po bëjmë.
Shohim njerë që ka këtej. Kërët e Valentinit këtej. Valentin, do në shumë Valentinit. O ja, këto unazat. E pas ka marrë kësaj të shkretës. Të njerë. Zeq me këto. Unë prapë se prapë shikoj, këto kornizat se do na duhen ca fotot sa gjëra, nga 2 pound këto. Okej. S'ka këtu plot për Pashk, për Easter, por nuk ka Easter hunting, aty që dua unë. Që shumë po mendoj të marrë këtë dinozaurin për Evanin, këtë banin për Biancën. Këtë që është wooden bounty hunting, që është kjo. Edhe kaq. S'pas ka shu. Egg hunting, sa të doja unë. Nejse. Edhe po shikoj, po nuk po i gjej asgjë kundi. Tani i futemi edhe njerë të kjo pound stretcher. Pastaj më duk sikur pash një nga këto marketet kështu turke, indiane të shoh për fasule. Shohim nëse kanë një nga ato që dua. Dyqani dola pa bler asgjë, kështu që jupi. Tani do shkoj tek British Heart Foundation të hedh një sy. Edhe do shkoj te charity shop, domethënë. E duke bërë. Filloi shiu dhe më rroft mua që do gjë flokët. Filloi shiu, kështu që unë përshtollëm çik me shall. Ti ruajm flokët sa më shumë kemi mundësi. Edhe ikim. Po eci kështu, nga del se kam frikë mos rrshkas, nga që kam veshur atlete. Edhe do takojmë me Marion. Edhe gjeta një vend që bëjnë pu këtu. Pu është një supë tajlandeze që mua më pëlqen jashtë mase shumë. Mirë po, not today. Edhe u futëm në stre. Tani pres Marion të vi se mbaroj tenisi, edhe besoj se do ikim në shtëpi, se kam shumë gjëra për të bërë. Do filloj të bëj sa qofte. Kam mishin, erzat, të gjitha me pak fjalë. Dozna moksatilinës, që u bëbirë kjo. Do të thonë pse pimë shishe shqejme. Do mbaroj, do hidhet. Ja. Duke qenë se do kem më shumë se 2 kg mish, atëherë do t'i bëj këtu për zjerjen. Edhe e lava. Po në kam vënë atje, po duke qenë se s'para e përdor shpesh, mund t'ketë zënë e mplurë në një gjë, dhe unë për me rakun ti me laj. Pavarësisht se s'para zën plurë, por në anën tjetër nuk i dihet. Tani unë po mendoj të vë një përparse. Mishrët këtu! Një. Tani qoftet janë bërë, nuk janë djegur qoftë si ju duken normal. Edhe këto që janë të mëdhaja do t'i vëmë në qese me vete, dhe këto të vogla do t'i lëm vete sepse janë për supë me qofte. Shklat për qofte, këto tjerat burger për Biancën, për Marion me veten punë, gjitha këto. Edhe kanë dalë super të mira. Tani do t'i vuse kjo qesja me zip, edhe në ngrirje. Halli jonë, ha. Kur i dhe me shirat mirë. Wow, well done Bianca. Now it's Evan's turn. Bye-bye. Evan? Dale, papi. Ja që mësoj Mario sot. Dale, Evan. Ja vëdhe kapët brënda. Eri do më qefet në inditë dhe i kërkosh nga të gjitha anët. Përshëndetje dhe mirë se vini në të hënën time. Po mundohem në fakt të sistemoj gjithë tepsijat që i kam lërë i kisha vënë këtu, t'i vënë në vend. Dhe i shenë se kam lënë disa qofte për jashtë, do t'i bëj tani supë. Ndërkohë Bianca më ka kërkuar fish and chips, peshkun e kam gati edhe patate në furrë, nuk i bëj të skuqura. Kjo është plani i ditës për sot, për gatim. Duke qenë se supa e qofteve, qoftet janë të bëra, do jetë shumë e thjeshtë pastaj për ta bërë të gjithën. Edhe pse jo ta bëjmë dhe këtë bashkë. Ndërkohë që flas me juve po sistemoj ca gjëra. Ndërkohë që gjithmonë pastaj mendoj se si do jetë mundësia që unë të filmoj më shumë, të bëj më shumë. Mirë po.
deri kur të vi ajo kohë, do bëjmë këto që kemi mundësi, basically. Edhe kështu. Juve si ja keni kaluar këtej qik ftohtë më thënë drejtën, jo dhe aq, mos ankohen. Po është okej. To na erdhi një shoku Mario se bën këto gjërat për që i nxorën, edhe na ka ngelur këtu tani, se unë nuk i ha. Fëmijët nuk i han. Supa me qofte do një 2 llogërizi, unë kam këtë këtu dhe do hedh orizin tek kjo që i laj, kjo këtu. Nëse nuk e keni marrë një si punë e kësaj që lanë orizin, ja u super sugjeroj. Unë kam ja 3 vjet tani që e përdor, mos më shumë. Edhe është shumë e lezetshme. Pak vaj ulliri. Bëra format ndryshme dje, kështu që kjo që është kështu që se kanë vënë Mario dhe këtë do ta coktoj. Edhe qoftet unë tani janë të bëra, mirë po unë qoftet i skuq. Atëre, ta them këtë. Qoftet janë të bëra, mirë po unë preferoj të jap një të skuqur sepse jep vajt një aromë fantastike. Sot kam dëshirë të përdor dhe pak qep sepse kam djalin pak pa qep. Domethënë si me grip, jo se ka në një gjë kush e di se çfarë, po si me grip, siç e kanë sezoni tani le të themi. Dhe po mundohem që të jap sa gjëra shtesë, që të thotë supra me patjetër, qepën, hudhrën, sepse janë shumë të mira. Siç është me këtë aromën e lezetshme, hedhim qepën. Tani që kam marrë skuqe këto, jetë prapë edhe mishin brenda. Këtë do ta shplaj me ujë sepse është gjynat hidhe dhe është shumë e mirë për qoftet. Tani e lëm të vloj që të shterojnë çik ujë. Bëhet dhe orizi dhe e trash lëngun shumë edhe that's it. Kaq. Tani do laj këto 2 enë që janë bërë pis këtej. Edhe kam aq shumë punë për të bërë. Dhe aq pak dëshirë për ta bërë punën. Ideja është që është bërë shumë e lodhshme. Mirë pas kemi që bëjmë. Tani supa u bë. Supa, do më thënë, orizi është zjerë, e shikoni që edhe është hapur e tjerë si kokër, edhe është danë, këtu kam vezë që do t'i bëj pastaj, aty po zjetë qik çaj për vete, kështu që yes, plot sot. Unë kam dëshirë, unë gjithmonë qoftën e bëjt qik me kos. Kështu që një luk të vogël miell, të ky tas i vogël, dhe bëjmë gjërë gati tani. Një kokër vezë. Një kaq. Se nuk e dua të trashet shumë ajo se rrëdhem dhe një gjysmë limoni. Vjen aromë shumë e mirë. Vezët për të zirës, çaj u zi, kam vënë vezët, ka vënë që kungull që të ha unë në drek, pavarësisht se mund të haja supë, mirë po më prishë që kungulli dhe thash ta bëj edhe kështu, edhe that's it.
Ja, këto basically. Ikëm. Edhe dan dhe supa ime me qofte. Tani dalët çik të ftohet tu se kaq që nxehtë vallai nuk e ha dot. Edhe kaq.